ardhin tuaj në Me 29 vota pro dhe 5 kundër, Këshilli Bashkiak i Lezhës miratoi buxhetin e vitit 2026, i cili ka vlerën në 25.4 miliard lek, ku 61% mbulohen nga të ardhurat e bashkisë dhe 59% e tij do të shkojë për investime publike. Duke folur para këshilltarëve, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, u shpreh se buxheti ka ardhur në rritje dhe pjesa më e madhe e tij do të shkojë për infrastrukturën rrugore në zonat urbane dhe rurale, duke mbyllur rreth 70% të problematikave. Si vjet ne vim me një buxhet kuptohet me rritje, vim me një buxhet fokusuar kryesisht tek infrastruktura rrugore. Paka shumë adresojmë një projekt që shkon në 70% të eliminimit të problematikës së infrastrukturës urbane dhe rurale. Jo pa qëllim është bë kjo, duke qenë një vend turistik, duke qenë një zonë e cila tashmë nuk mund të po zhvillohet dhe nuk mund të ekzistojë pa infrastrukturën rrugore dhe vetë zhvillimi, vetë turizmi e kërkon si domosdoshmëri, ne jemi në një sistem me 57.2 km, ku 20 km janë vetëm brenda qytetit. Fillojmë tek rruga Demokracia tek Fisht, fillojmë tek Gurret, sipër, tek shtëpiat private, fillojmë lagjën Kodër Malekaj, do hymë në gjitha rrugët që nuk do hynë KFV-ja, përveç këtij projekti që kemi ne këtu. Kemi 10 miliard të dhëna nga qeveria tashmë për pallatin e sportit dhe për rrugë të rurale, siç kemi premtuar. Po ti shikojmë në syrin e lekëve që implementohen në ekonomisë, po tham Milot Badreni si duhet shpalla tashmë, për arsye turbulencave që ju e dini. Bypassi i Shëngjinit që ka filluar. Gjatë diskutimeve, teksa vlerësuan investimet e planifikuara për të realizuar, këshilltarët prezantuan disa problematika, duke kërkuar adresimin dhe zgjidhjen e tyre. Është e nevojshme dhe domosdoshmëri të ketë një çerdhe për fëmijët deri në 3 vjeç. Gjithashtu do të shtoja se kontributi në të ardhurat e bashkisë nga qyteti i Shëngjinit dihet që është shumë i madh. Pse janë planifikuar pak investime në rrugë për qytetin e Shëngjinit? Në listën e investimeve me një vlerë buxhetore rreth 9 miliard lek, nuk ka asnjë investim për njësinë administrative të Ballndrenit, të Ungret dhe të Shënkollit, që unë e konsideroj një ndarje jo drejtë dhe jo të arsyeshme të buxhetit. Me buxhetin e vitit 2026, Bashkia Lezhë ka planifikuar rehabilitimin e 112 rrugëve në zonat urbane dhe rurale, ndërtimin e pedonales nga sheshi Papa Gjon Pali deri tek xhamia, rikualifikime urbane si sheshi i lagjes Nën Tereza dhe zona pranë stacionit të trenit.